Allahun Azza wa Jall e falenderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë salavatet dhe selamet t'i dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë me përmendjen e cilësive të mira që duhet t'i ketë muslimani gjatë provave, gjatë telasheve dhe gjatë musibeteve. Dhe se muslimani është musliman edhe në telashe, por edhe në rahati. Ashtu si na vëzhdim të falenderojmë Allahun Azza wa Jall kur kemi mirësitë e kësaj dunjoje, në të njëjtën formë duhet ta falenderojmë atë kur kemi edhe musibete, kur kemi edhe sprova. Në të njëjtën formë, mënyrë paralele, barazishme, duhet ta falenderojmë Allahun Azza wa Jall edhe në të mira, edhe në të këqija, edhe në lehtësim, edhe në vështirësi. Dhe në këtë formë manifestohet imani dhe besimi i sigurt dhe i ngulitën në zemrën e besimtarit. Kështu dhe në këtë formë muslimani manifeston dhe tregon dhe vërteton dhe bind njerëzimin se është besimtar i cili është nënshtruar kaderit Allahut subhanahu wa taala. Na fort mirë e dim se kaderit nuk i ka hikje, askush nuk ka mujt mi hik kaderit dhe askush nuk do të mujt mi hik kaderit. Kaderit nuk i ka hikje caktimit të Allahut Azza wa Jall. Kur themi kader, kemi për qëllim edhe të mirës edhe të keqës. Ashtu siç na vjen e mira hiç pa e kujtu, në të njëjtën formë na vjen edhe e keqja hiç pa e kujtu, hiç pa na pyet. Por se dallimi ku është? Dallimi është në atë se njerëzit të mirat i mirëpresin, ndërsa kaderet e hithta dhe të rënda nuk i mirëpresin. Dhe sot do të përmendim disa pika që kanë të bëjnë me terbinë e muslimanit në kader. Që muslimanit kur t'i vjen kaderi duhet që t'i përcaktoj, duhet t'ja përkujtoj vetvetes disa pika, disa raste, disa ndodhi. Që në këtë formë t'ja lehtësoj vetvetes problemin. Shiqoni gjatë tanë kohës që disa javë me radhë jemi duke përmend pikat me cilët pika muslimani vetvetiut ja lehtëson vetvetes problemin dhe telashin, duke mos ardhur dikush me na ndihmu prej jashtë. Është e vërtetë se ka ndikime edhe prej jashtë, kur një dashamir, një besimtar i ndershëm dhe i devotshëm edhe vjen dhe ta përkujton një fjalë të Allahut, një ndodhin kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe kështu me radhë. Por se na këtu jemi përqendru se si ti vetë duhesh me bo tërbije vetën që mirë prit kaderit dhe caktimet Allahut Azza wa Jall. Ashtu si e prit të mire në të njëjtën formë ta preç edhe të keqen, edhe të rëndën, edhe sprovën. E para që e përmendin dietar këtu është që besimtari ta përkujtoj vetvetes se musibeti, sprova ka mujt me qenë më e madhe, por se ka deshtë Allahu që me mbaru me kaq. Muslimani vazhdimisht ja përkujton vetvetes këtë pikë, duke i dhënë sabër vetvetes, duke i thonë hajtë se ka mujt me qenë më e madhe, hajtë se ka mujt me qenë më shumë, hajtë se ka mujt me qenë më shumë. Nëse të është djek shtëpia, kanë mbet gjallë njerëzit, i thu vetvetes kemi mujt edhe na me shku ma atë shtëpi. Por se Allahu Azza wa Jall ka dash me kaq me na lehtësu. Nëse është i keri, kanë mbet gjallë njerëzit, dush me thonë elhamdulillah që metëm gjallëna se kemi mujt edhe na me shku. Nëse është i keri, dikush e ka thi kamën ama nuk ka me cakat, thu elhamdulillah që Allahu me kaq ma lehtësoi mu. Sepse muslimani duhet me përkujtu edhe më të madhen, edhe më të rëndën, edhe më të vështirën, sepse ka pas mundësi që t'jetë më e madhe, më e rëndë dhe më vështirë për ti. Edhe ku është falënderimi që muslimani të thotë, elhamdulillah që Allahu me kaq na shpëtoi nga kjo sprovë, nga kjo telashe. O vëllezër, gjitha këto që i po i potencojmë sepse muslimant, të cilëve musliman Allahu Azza wa Jall veçon reshturazi dhe pandal të mirat në sprovën e parë që i godet, ato e jadhen billah bëjnë edhe kufër dalin prej fesë për shkak të një sprove.
I ka 1 milion të mira me 1, një sprov i vjen me 1 tjetër, a i ban kufër dhe nuk e pranon caktimin e Zotit, caktimin e Allahut Azza wa Jall. E gjithë kjo vjen si pasojë e mes njohurive të kaderit të Allahut Azza wa Jall dhe të tërbijës dhe etikës që duhet me pas muslimani ndaj caktimeve të Allahut subhanahu wa taala. Edhe na këtë kemi synim që këtë gabim të pasrem dhe të largojmë nga mesi jonë, që na në mënyrë të barabartë të dim mu të regu falëndërus ndaj caktimeve të Allahut Azza wa Jall, qofshin ato të ithta, qofshin ato të amla, sepse të dijat vim prej Allahut Azza wa Jall. Edhe këtu shpesher muslimant, kur ju vjen e mira, mendoj se e mira ju ka ardhur prej vetvetes, thot une e bona. E kur ju vjen e keqja, thënë pse o Zot, thuj atëherë une e bona. Kjo është një devijim shumë i madh dhe shumë i rëndë, sepse e mira dhe e keqja vjen prej Allahut subhanahu wa taala, pa vetdijen tënde, pa dëshirën tënde, por se ti e kon vetëm mjet, je kon sebeb, je kon ndërmjetësues, asgjë më tepër. Sikur se Allahu Azza wa Jall të mos e kishte shkruajt një të mirë, e gjithë dunjoja mu të bu me një vend për me ta mundësua të mirë, nuk kanë mundësi me ta mundësua të mirë. Si sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin qudsi, ja ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ijtama'u ala sa'idi jabalin wahidin ala an yanfa'ukum bi shay lan yanfa'ukum illa an yasha Allah. Sot o ju robërit e mi, kështu thot Allahu Azza wa Jall, o ju robërit e mi, sikur se i pari prej krijesave, prej Ademit a.s. e deri te i fundit që ka me qenë ditën e gjykimit, të mbledhen me një vend, edhe bashkë me ato edhe e gjinët të vinë në atë vend, të mbledhen krejt bashkë, për me vabonjë të mirë, për me vabonjë të mirë, nuk kanë mundësi me vabohat mirë nëse Allahu nuk je pizën për atë. Jo njerëzit që janë shtash, prej kone Ademit a.s. më mbledh, e deri në ditën e gjykimit që kanë me konë krejt me një vend mu të bu, për me të bo një pun të mirë, një hajrë me të bo, s'kanë mundësi me të bo, përveç nëse e pizën Allahu Azza wa Jall. Edhe e kundër ta, law anna awwalakum wa akhirakum, sikur se i pari dhe i fundit për jush, wa insakum wa jinnakum, njerëzit edhe e gjinët, këtë bashkë më mbledh, me një vend, për me vabojuve një të keqe, nuk kanë mundësi me vabohat keqe, përveç se nëse Allahu ka dhënë izin për atë. Përveç se nëse Allahu jep izin për atë, nuk ka mundësi me ta bëhet keqe. Edhe na duhet më një paralele që të regomi falëndërues edhe ndaj të mirës edhe ndaj të keqes, sepse të dijat vijnë prej Allahut Azza wa Jall. Edhe kjo është e para që muslimonit kur i vjen një telashe me përkujtu vetveten se ka mujt me qenë më i madhe. Duhet që t'jemi të realt, duhet t'jemi direkt, që muslimonit i kuptoj qartë, pastër këto mesele. Nëse Allahu t'ka sprovu t'a ka marrë një evlat, e ki tjetërin thuj ka mujtë Allahu të dhëtë me mi marrë. Elhamdulillah që më sprovoj me kaq. Nëse Allahu t'a ka marrë pasurin, e t'a kalon shnetin, thuj elhamdulillah që Allahu ma kalon shnetin. Nëse t'a ka marrë shnetin, t'a kalon pasurin, thuj elhamdulillah Allahu ma ka marrë shnetin, ma më kalon pasurin për të mjeku. Çdo përkujtoj më të madhe se ka mujt me qenë më i madhe, e Allahu ka dash me kaq të ka sprovu. E dyta, muslimoni duhet ta përkujtoj edhe një send, kur musibeti, kur sprova është në çështje të kësaj dunjoje, ti jep sabërllëk vetvetes duke i thonën elhamdulillah që musibeti nuk e kam në fe. Elhamdulillah që Allahu s'm ka sprovu në dinin tem, sepse çdo sprovë që nuk është në din, në fe, në iman, në besim, është shumë e lehtë me iznin Allahut Azza wa Jall. Por se çfarë me u bë sprovave që janë në fe, kur Allahu Azza wa Jall dikan prej udhës së drejt xhenetit e devion e kthen ka rruga e shtremt që të çon në xhenem. Çka me bë dikujt që Allahu Azza wa Jall e sprovon që prej rrugës së imanit me devion në rrugën e kufrit dhe shirkut dhe dalaletit.
Allahu Azza wa Jall ka mujt çdo kanë me sprovu me këtë sprov, duke na përfshi edhe neve këto. Ama ilhamdulillah o Zot, që neve na ka mbrojt nga kjo dhe sprovat na i ka dhënë në çështjet e dunjos, që vinë e shkojnë. Që nuk i marrim me vete, që i lëm pas shpine, me qëllim po i përmendi këtë. Që nuk i marrim me vete, si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njërin deri tek varrezat apo të vdekmin deri tek varrezat e përcjellin tre elemente. Tre elemente: pasuria, e vladi farefisi njofsia, dhe e treta, punë të mira. Të dyja të trastojnë, vetëm njona hin me të në varë. Nëse Allahu të ka sprovu që ta ka marrën dikan prej farefisit, të ka sprovu që ta ka marrën madhen, ama ta kalon punën e mirë, thuj elhamdulillah, sepse që e ka me hin me ti në varë. Sot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam deri tek vorët vinë, e vladi hik, edhe baba hik, hikin krejt, e vorosin edhe shkojnë, edhe madhi nuk vjen me ti në varë, shtëpia e madhe nuk ban dobi, keri mirë nuk ban dobi, pare që i ke palut, lanë, trastojnë, nuk krym punë mo. E ti, për ato mërzitesh pa mas, e kur vjen puna e dinit se ki gajnë as pak. O vlezër, e kundër ta duhet të jetë. Ajo që neve na nevojitet, ajo që neve na krym punë, është imani dhe besimi. Dhe çdo e kur ti kemi sprovat, jashtë imanit dhe besimit në çështjet e dunjos, themi elhamdulillah, sepse unë në varë me vete ka me marrë imanin dhe veç imanin më duhet mu. Tjerat si të bon, si mos bon shnash, ta kemi imanin dhe besimin. Edhe që gjithë besimtar du të marrin mësim dhe yrnek, nga disa besimtar të mirë që janë pak më të më shumë, që kur kanë sprova dhe të lashe, thonë qofshim me iman, qofshim me besim. Kjo nuk është rastishme. Kjo fjalë është fjalë e madhe që rrjet nga besimtarët e mirë dhe devotshëm. Çka thot ai? Unë qofsha me iman, pse ku met pa e vlat, nuk hin xhenem. Ajo sprova është çajm, mërzitemi pa, ama nuk him xhenem se na ka ndru jetë e vlade. Nuk him xhenem se kemi u bdunjon. Nuk him xhenem pse na ka ardhur një smundje. Me rëndësio që na kemi iman, sepse nëse s'kemi iman, ta në të mirat e kësoj dunjoj e mi pas, vallaj gjehenemi s'hik. Nuk t'hik gjehenemi, ta në të mirat e kësoj dunjoj e mi pas. Ama nëse s'ki iman, nuk ban dobi, nuk ban fajde. Sepse gjitha ata kanë me trahtu. Për këtë shak, qafira në ditën e gjikimit që kanë me thonë, ja lejteni kuntu turaba, si kur t'i shakon dhe. Kështu kanë me ndru, kështu kanë me vajtu, kanë me thonën vetë, ja lejteni kuntu turaba, si kur se të kisha qenë dhe, i cili dhe sot nuk jep gjevab dhe logari. Pse? Sepse janë mashtru me të mirat e kësoj dunjoje, sepse nuk ja kanë ditë vlerën imanit dhe besimit në Allahun subhanahu wa taala. Tjetra është që besimtari ta falenderoj Allahun azza wa jall në çastin e parë, në çastin e parë që na ka bërë musliman dhe që na ka mësuar sabrin. Kjo është mesele që duhet çel syt dhe kuptu mirë, se muslimanit para se të i thojnë të tjertë sabër, a i vetë vetës du të me thonë, o ti filan, ti e musliman, ti e sabërli. Kur themi musliman, du me thonë në fjallën islam në nështrim. Fjalla islam do me thonë në ju bo testim kësaj. E ne caktimeve të Allahut ju bo mi testim, ju nështrohemi. Ju nështrohemi, si kurse kur të ka parmiku i nështrohesh ati, dhe ka të thote, aj levo ti levo, aj desno ti desno, ka të thote aj që ashtu banë. Ashtu na ju kemi nështru caktimeve të Allahut azza wa jall. Qka të vjen prej Zotit, themi elhamdulillah. Dhe themi na jemi musliman, dhe kemi sabër, dhe a përkujtojmë vetë vetës sabrin dhe durimin. Dhe bëjmë sabër ashtu si që kanë bo sabër ulul azëm.
Na jo rastisht I përmendim rastet e sabrit që kanë të bëjnë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me Jusufin alaihi salam, me Musën alaihi salam, me Ademin alaihi salam, e me atë, e me këtë kemi tregu edhe mashtrimin e shejtanit që së mbani sabër Ademi alaihi salam, pasojat e asaj, u bo pishman për 1 sekund, deri në vdekje, e ka miru vetveten, e ka mërzit vetveten. Ademi alaihi salam, për një gabim shumë të vogël, që së mbani sabër ndaj sprovës së shejtanit. Edhe kjo është që muslimani t'ja përkujtoj vetvetes, duke I thonë se ti je musliman, ti je sabërlit, ti je durimtar, dhe se ti je nga ata që I nënshtrohen caktimeve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Që muslimani t'i nënshtrohet caktimeve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Përmendim përsëri thonjën e Ibn al-Qayyim al-Jauziyja rahimahullah, thonjë e madhe, me mana dhe do me thonjë të madhe, me kuptim të madh, që muslimanit ja freskon zemrën, ja rahaton shpirtin, dhe e bindë se duhet nënshtru në mënyrë të plot caktimit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot muslimani kur sprovohet me sprov të rand, është mes 2 zgjidhjeve. I ka 2 zgjidhje, 2 rrugë para vetës. E para, ti nënshtrohet caktimit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe e dyta, ta refuzoj caktimin Allahut azza wa jall. Dobia e të parës të është kjo, kur muslimani nënshtrohet caktimit të Allahut dhe e pranon atë me zemërgjërsi, thot me automatizëm I paksohet të lashet e problemi. E dyta, arrin knatësinë Allahut azza wa jall. E treta, merr premtimin e Zotit se Allahu azza wa jall atë sprov ka me azavëncu me diçka shumë më të mirë. Atë që mirë sa që s'ka mundësi me paramendu. Thot I dyti I cili se pranon caktimin e Zotit, me mos pranimin e caktimit, janë ngushton vetvetes dunjon, sepse nuk pajtohet me atë. Ja vështirëson vetvetes, ja shton të lashën dhe problemin. E dyta, mos I thirrë zonë, do të vazhdojmë në xhamon e ardhshme. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Xhamon testi para, mos të safat pak më mirë, pak si ftoft është në kinë më shumë xhamon më rëndë.